Nxjerr nga fyti dhe mushkërit gëlbazën, receta natyrale me 3 përbërës që bën të merrni frymën më lehtë. Mushkërit luajnë një rol të rëndësishëm për trupin ton, pasi janë përgjegjëse për funksionin me oksigjen dhe largimin e dioksidit të karbonit nga organizmi, dhe duke marrë parasysh se ato janë vazhdimisht duke punuar, është detyra jonë të sigurojmë se mushkërit janë në një gjendje më të mirë dhe punën e kryejnë me sukses. Nëse më herët keni menduar se mushkërit nuk kanë nevojë për ndihmën tuaj që ta kryejnë funksionin e tyre, atëherë mendojeni përsëri. Për shembull, kur ne thithim ajrin, ne gjithashtu absorbojmë edhe toksinat e ambientit, bakterieve dhe gjërave të tjera të dëmshme që mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të ndryshme, siç janë edhe ato të mushkërive. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Prandaj është e rëndësishme të tregohemi të kujdesshëm dhe t'i mbrojmë edhe funksionet e tyre. Kjo është pikërisht arsyeja se pse duhet të mundoheni të pastroni mushkërit dhe t'i mbani ato në një gjendje më të pastër dhe lehtësuese, sidomos nga ndikimi i ambienteve të jashtme. Praktikoni frymëmarrjen e thellë. Ushtrimet e frymëmarrjes i mundësojnë mushkërive tuaja që të zgjerohen më mirë. Gjithashtu, dhe njëkohësisht forcojnë muskujt dhe funksionojnë më mirë. Fillimisht shtriuni me shpinë në dysheme dhe vendosni duart mbi stomak. Mbyllini sytë dhe merrni frymë thellë për 5 sekonda. Mbajeni frymën për 2 sekonda dhe më pas liroheni ngadalë ajrin nga mushkërit për 5 sekonda të tjera. Përsëriteni këtë procedurë ushtrimi deri në 10 herë. Kështu përfitimet që do të merrni do të jenë të larmishme edhe në zgjerimin e kapacitetit të frymëmarrjes suaj. Për të patur një frymëmarrje më të mirë, duhet të hiqni dorë gjithashtu edhe nga pirja e duhanit, në mënyrë që pastrimi i mushkërive të bëhet i plotë dhe të mos shkaktojë komplikacione. Një tjetër produkt që duhet të hiqni dorë nga dieta juaj është edhe duhani, pasi mund të ndikojë negativisht në kapacitetin tuaj të frymëmarrjes. Një mënyrë e pastrimit është të hiqni dorë nga kimikatet të dëmshme të cilat mund të shkaktojnë rëndesën e funksioneve të saj. Por shtimi i çajit të gjelbër në dietën tuaj mund të jetë një alternativë e çmuar. Për pastrimin e mushkërive, ju mund të mbështeteni edhe në konsumin e çajit të gjelbër, pasi është i pasur gjithashtu me antioksidant, që gjenden te çaji dhe mund të largojnë toksinat të cilat absorbohen përmes sistemit tuaj të frymëmarrjes. Është e rëndësishme që të përdorni atë si duhet në dietën tuaj të përgjithshme. Pastruesi më i mirë i shëndetit të mushkërive është uji. Uji është jetik për të gjitha funksionet e trupit, përfshirë këtu edhe shëndetin e mushkërive. Hidratimi i mjaftueshëm do të ndihmojë në ruajtjen e përbërësve të përshtypjes, që lehtësojnë kështu edhe transportin e mukusit dhe mbrojnë nga infeksione të ndryshme respiratore. Shega është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj për të ndihmuar gjithashtu në lehtësimin e problemeve tuaja respiratore. Shegët janë të pasura me nivele të larta të antioksidantëve, veçanërisht të vitaminës C, e cila ka një rol të rëndësishëm jetik për mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i shkaktuar kryesisht nga radikalet e lira. Kjo mund të ndihmojë në reduktimin e problemeve të inflamacioneve, gjithashtu edhe në përmirësimin e traktit tuaj respirator. Mollët janë një tjetër ushqim shumë i rëndësishëm për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Mollët janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve, përfshirë këtu vitaminën C dhe flavonoide, të cilët kanë treguar se kanë efekte pozitive në shëndetin e mushkërive dhe lehtësojnë gjithashtu procesin tuaj respirator. Studime të ndryshme kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i mollëve mund të lidhet gjithashtu edhe me një risk më të ulët të problemeve tuaja respiratore, duke i siguruar frymëmarrjes tuaj edhe një kapacitet më të plotë. Portokalli. Portokalli është i pasur gjithashtu me vitaminën C, e cila është një përbërës esencial si beta-karoten, i cili konvertohet në vitaminën A në trup. Këto lëndë ushqyese do të mbështesin sistemin tuaj imunitar dhe do të ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen kundër infeksioneve të ndryshme, siç janë edhe ato respiratore.
Xhenxhefili është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj për të përmirësuar kapacitetin e frymëmarrjes. Xhenxhefili është i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore, antibakteriale. Ai ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e sëmundjeve të traktit respirator, duke përfshirë këtu edhe në lehtësimin e kollës dhe gjithashtu inflamacioneve të ndryshme që i kanosen traktit tuaj. Është e rëndësishme që nëse doni të përmirësoni kapacitetin e frymëmarrjes, në dietën tuaj të shtoni edhe hudhrat. Hudhrat do të përmbajnë në nivele të mira të alicin, që është një komponent që ka treguar për vetitjet e tij antibakteriale dhe antivirale. Konsumi i hudrave mund të ndihmojë edhe në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe të mbrojë gjithashtu kundër problemeve të sëmundjeve respiratore. Sa më të pasur ta keni dietën kundër këtyre shqetësimeve, aq më pak probleme do të keni. Çaji i jeshil. Ekspertët rekomandojnë përfshirjen e çajit jeshil në dietën tuaj përpara gjumit. Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen e shëndetit më të mirë tretës. Çaji jeshil mund të kombinohet fare mirë gjithashtu edhe me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin, si një nga lëngjet më të mira për kapacitetin respirator. Lëngu i limonit është një tjetër zgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese për sistemin tuaj të frymëmarrjes, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme respiratore. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me acidin folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes dhe kështu kapaciteti juaj i frymëmarrjes do të jetë më i plotë. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe lëngun e boronicës së kuqe në kombinim me ananasin, si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese. Këto fruta janë të pasura me nivele shumë të larta të antioksidantëve dhe lëngu që konsumoni prej tyre do të luajë një rol pozitiv në rritjen e kapacitetit të frymëmarrjes, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Lëngu i karrotës është një alternativë shumë e çmuar për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Karrotat janë të pasura me nivele të mira të beta-karotenit, vitaminën A, vitaminën C, K dhe B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë do të ulin gjithashtu edhe riskun e sëmundjeve të mushkërive. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat shumë i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai do të lehtësojë dhe eliminojë sekrecionet bllokuese të mushkërive, duke ju ndihmuar të keni një sistem respirator më të pastër dhe të keni më pak rëndesa të sistemit tuaj të frymëmarrjes. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe ushqimet e pasura me antioksidant, siç mund të jenë për shembull spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi, të cilat janë ushqime mjaft të rëndësishme për sistemin e frymëmarrjes, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Frymëmarrja duhet të mbahet e pastër përmes produkteve sa më natyrale. Hudhrat gjithashtu mund të kthehen në aleat të vërtetë të sistemit tuaj respirator. Hudhrat kanë veti mjaft të mira anti-inflamatore dhe do të reduktojnë dëmtimet të shkaktuara kryesisht nga radikalet e lira. Konsumi i hudhrës të papërpunuar në dietën tuaj mund të jetë një alternativë shumë e rëndësishme lehtësuese për sistemin e frymëmarrjes dhe reduktimin e problemeve të kapacitetit respirator. Ndaj, përdorimi i tyre në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje mjaft e mirë lehtësuese. Ushqimet e pasura me vitaminën D mund të kthehen në aleat të vërtetë të shëndetit tuaj të frymëmarrjes. Vitamina D mund të forcojë sistemin imunitar dhe të reduktojë gjithashtu inflamacionet, sidomos ato të rrugëve respiratore. Studimet e fundit sugjerojnë një lidhje të mundshme midis niveleve të reduktuara të vitaminës D në trupin tuaj dhe problemeve të mushkërive. Sa më të qëndrueshme të keni nivelet e vitaminës D në trupin tuaj, aq më pak probleme do të keni në sistemin tuaj respirator. Ndaj, siguroni që të merrni edhe vitaminat e duhura në mbikëqyrjen e një eksperti. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose edhe ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë edhe trajtimet e mundshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.